Për herë të parë që nga fillimi I luftës në Ukrainë në mars të vitit 2022, palët janë ulur përballë. Delegacioni rus dhe delegacioni ukrainas janë ulur në Stamboll përballë njëri tjetrit, por pa arritur atë që pritej nga të gjithë armëpushimin pa kushte. Është vendosur në fakt që të ketë një shkëmbim të burgosurish. Një mit burgosur nga Ukraina dhe një mit burgosur nga Rusia do të shkëmbehen, por pa përcaktuar një datë saktë se kur do të ndodhë ky shkëmbim. Në fakt është një hap shumë I vogël në atë që quhet si lufta më vdekjeprurse që mbas vitit 1945 në kontinent. Nga Tirana, Zelenski, ku merrte pjesë në samitin e organizuar me liderët e Bashkimit Evropian, ka deklaruar në fakt se delegacioni I Rusisë nuk është përfaqësues, ka qenë një delegacion sipas tij I nivelit të ulët. Për këtë arsye ai ka ardhur në Tiranë duke lënë atje ministrin e mbrojtjes. Palët kanë deklaruar se do të ketë një takim të dytë. Trump nga ana tjetër thotë se pa ulur ai me Putinin nuk mund të ketë një paqe dhe një zgjidhje për Ukrainën. Zelenski ka folur në telefon me Donald Trump në prani edhe të Erdoganit të Emmanuel Macron, pra duket se Ukraina përsëri është kryefjale të gjithëve. Megjithatë duket se pika fundore për këtë konflikt I cili vazhdon të marrë jetë njerëzish ende nuk ka ardhur. Tratativat diplomatike vazhdojnë, Rusia po bën lojën e saj, ndërsa Bashkimi Evropian duket se nuk ka asnjë ndikim në këtë klim të re gjeopolitike. Pritet për t'u parë se çfarë do ndodhë në ditët në vazhdim, nëse ky hap shumë I vogël për luftën që po vazhdon dhe në këto momente, do të jetë në fakt nisja e hapave të tjerë të mëdhenj që do të konkludojnë me atë që kërkojnë Ukrainasit, paqen, armëpushimin pa kushte.